Krim brenda familjes kosovare në Gjermani, burri mbyt gruan e më pas vret veten. Një ngjarje tragjike raportohet se ka ndodhur brenda një familje kosovare. Me 10 tetor në Gjermani në qytetin e Zigenit, atje një burr nga Kosova dyshohet se ka mbytur gruan e tij e më pas edhe veten. Informacionet fillestare një prej mediave Klan Kosova i ka siguruar përmes lexuesve të vet e më pas është interesuar dhe ka dërguar pyetje në policinë e Zigenit. Autoritetet gjermane kanë konfirmuar rastin përmes një përgjigje për media. Në orët e para të mëngjesit të së premtes me 10 tetor, një operacion policor u zhvillua në një kompani në Zigen. Punonësit kishin gjetur të varur në një sallë të kompanisë Makushtrasse në lagjen Eisfeld. Viktima 39 vjeçar ishte po ashtu punonjës i kompanisë, deklaron policia. Hetimet treguan se nuk ishte prova për ndonjë krim dhe se vdekja cilësohej si vetvrasje, por më vonë po atë ditë gruaja e viktimës raportohet se u gjet e vdekur në banesën e tyre në Zigen. Për shkak të ngjarjes u formua një skuadër e veçantë që do ta hetonte rastin. Pas autopsisë së bërë në trupin e 40 vjeçares, e cila konfirmohet të jetë shtetase gjermane, u konstatua se ajo është e mbytur. Sipas policisë së Zigenit, nuk ka prova se dikush jashtë kësaj familje mund të jetë i përfshirë dhe se i dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj. Në bazë të gjetjeve të deritanishme tregohet fuqishëm se bashkëshorti 39 vjeçar është përgjegjës për vdekjen e 40 vjeçares. Hetimet ende nuk kanë përfunduar dhe ende janë duke vazhduar. Rezultatet të mëtejme priten, thuhet tutje në përgjigjen e policisë. Bëhet e ditur se çifti bashkëshortor ka 2 fëmijë të mitur, të cilët aktualisht janë nën kujdesjen e zyrës së mirëqenies së të rinjve. Interesante është fakti se për rastin nuk është raportuar ende nga asnjë media në Gjermani, dhe këtë e konfirmon edhe policia. Prandaj, sipas përgjigjes për media, policia tha se me që nuk ka pasur asnjë kërkesë nga mediat, është vendosur që për të mbrojtur privatësinë e të mbijetuarve, veçanërisht të fëmijëve, të mos bëhet asnjë komunikim i qëllimshëm me shtypjen.